Lutemi mos hidhni mbeturina, shkruhet në këtë tabelë në lagjën tepe e vendosur nga Bashkia Shkodër, e cila paralajmëron qytetarët të mos krijojnë ndotje të ambientit, por sikurse shikohet në pamjet e regjistruara këtë të njëjtë, situata duket se ka dalë jashtë kontrollit. Pak kohë më parë Bashkia Shkodrës ndërhyri duke bërë të mundur pastrimin e territorit në lagjën tepe, që ishte i ndotur masivisht nga mbeturina të shumta, mbetje të shumta urbane, por edhe të tjera ishin të grumbulluara aty prej kohësh duke krijuar shqetësim për komunitetin. Megjithatë, sërish banorët kanë nisur të hedhin mbeturinat në tokë, duke krijuar një situatë as pak të këndshme për syrin e çdo kujt, por nga ana tjetër, duke rrezikuar shëndetin e popullatës nga ndonjë epidemi e mundshme. Zgjidhja efikase e këtij problemi kërkon edhe sensibilizimin e komunitetit përreth për dëmet mjedisore që i shkaktohen kësaj zone mjaft e banuar, gjë e cila duket se mungon prej vitesh. Por jo vetëm banorët, pasi edhe bizneset hedhin në këtë zonë mbetje të shumta. Lagja Tepe prej kohësh vijon të mbetet një zonë problematike sa i përket mbetjeve. Pastrimi i tyre mbetet një sfidë me vete dhe banorët janë të detyruar të bashkëjetojnë mes mbeturinave dhe aromës së keqe që ato lëshojnë.